Për mua është pamje e frikshme, për mua është sjellja e tij e frikshme, edhe me thënë drejt pak jam i shqetësuar për mënyrën se si po sillet zoti Kurti. Ta krijon përshtypjen në një, s'po du me bë mjekun, po të një gjendje tepër të rënë stresuese, ngarkesave, të cilat natyrisht i ka veç për pushtet dhe jo për qeverisje, për mirësinë. Por kurse se nuk duhet kërkush të ndihet i friksuar për këtij. Sepse ky është veç një tucan, i cili bëhet trim edhe nxjerr gjoksin përpara kur është i rrethuar me 10 truproja. Kur e kontrollon pushtetin duke i delegitimuar kështu, sepse përndryshe të gjithë autoritarët janë frikacak dhe ky nuk bën përjashtim. Ky nuk bën përjashtim sepse mënyra që është ndërtuar profili i tij se gjoja është trim, është i paqëndrueshëm, është i rrajshëm. Dhe kjo është bërë për ta ndërtuar një kult, një profil të një lideri që përgatitej për pushtet, se gjoja është edhe trim. Në fakt është frikacak, se pa qenë frikacak nuk synon gjithë pushtetin me pas për vete. Duke qenë frikacak dhe në paranoja, atëherë synon shkatrimin e secilit institucion dhe kontrollin e plot që ushtron mbi to, në mënyrë që mos me pas kur farë mundësie, as për kontroll, as për sfidim, as për kur gjë tjetër. Dhe kjo pamje e zotit Kurti është një farë forme pamja dhe këtij vendi. Është trishtimi që i ka shkaktuar këtij vendi, është depresionin cilin e ka fut popullin, është shuarja e një shpresë që kanë pas njerëzit se do të bëhet më mirë. Dhe tani kur shpresa e fundit që ishte deri para sa kohësh, konsiderohej zoti Kurti, atëherë ky po e konfirmon çdo ditë se është dëshpërimi më i madh dhe fatkeqësia më e madhe që ka mujt me ndodh këtij vendi. Pra është zoti Kurti. Me potencial më të madh me bukesh. E tani, se sa mund të bëj keq ky? Kjo kryesisht varet prej shoqërisë, prej partive politike, se a ja lejojnë apo nuk ja lejojnë një gjë të tillë. Partitë politike kanë për obligim tashmë të sillen si opozitë, të bëjnë opozitë, dhe ta ndalojnë degradimin e këtij shteti në të gjitha format. Nëse ata nuk e ndalojnë me të gjitha veprimet demokratike, ku hyn edhe protesta, ku hyn edhe thirrja që qytetarët dalin në rrugë për ta penguar degradimin e këtij shteti, atëherë natyrisht që do të jenë fajtor, bashkëfajtor edhe opozita, siç janë, po tashmë kanë përgjegjësi edhe më të madhe për shkak të ndarjes së dy njerëzve të rrezikshëm, Albin Kurtit e Vjosa Osmanit. Ta janë dy të rrezikshëm të cilët tashmë janë të ndarë dhe do të luftojnë njëri me tjetrin. Edhe mirë që janë. Jo, absolutisht që është mirë, se ma mirë me qenë të ndarë në dy tabore, dy të këqij, sesa në një vend, se ashtu rrezikshmëria atyne është shumë ma e madhe.